Shkojmë të bëjmë thojt më të bukur për festat e fundvitit edhe dolën perfekt. Tani u nisa unë, shpejt e shpejt, se isha vonuar edhe për punë, i thash burit çom shpejt e shpejt, më çoi shkreti çfarë të bënte, edhe erdha te ky ylli këtu që ti më bëj thojt që mi bën gjithmonë perfekt. Unë më përpara i kisha french të bardhë siç mund të shikoni, nuk kishin pësuar as edhe një, kisha mbi 1 muaj e ca që kisha bërë, vetëm që ishin zgjatur shumë edhe tani duhet i bëja përsëri për festat. Tani çfarë ti bëja, mua ngjyrat e errta nuk më pëlqejnë, ngjyra e kuqe nuk më pëlqen, që do prisin të shumë, për shembull për këto festat e fundvitit nuk më pëlqen, edhe ndaja vendosëm, po diskutonim aty ç'ngjyrë ti bëjmë, më tha prap të bardhë do t'i bësh, më tha, Angji, bëj ndonjë ngjyrë tjetër. Edhe pastaj ja thamë t'i bëjmë të zezë, por e french prapë, jo e gjithoj i zi, edhe me disa vizatime nga lartë që i qau fare, i bëri perfekt. Shikoni sa të bukur që dolën, më thoni tani nëse këta nuk janë thoj tamam për festat e fundvitit. Ndriçon dora, janë shumë shik për mua, më pëlqejnë shumë, edhe dolën perfekt, ashtu tamam siç i doja. Të kaloni bukur, a ju pëlqyen?